edhe për inkriminimin e Ramës, ashtu siç e ka akuzoni ju në këtë aferë dhe në afera të tjera. Ka pasur lajme që qarkullojnë në media për një shkarkim të mundshëm të Ballukut, ndërkohë që nuk ka ndodhur deri më tani. Tani, gosipi thot shumë, por çfarë tregon praktika? Gosipi thot se Gjushi i tha Ramës për 3 ditë të marrë me vete, po më arrestove. E vërtet. Lefter Koka ju drejtua duke i thënë, vrimën e miu do të gjesh. Lali Vjellsi të dola borxhi. Tani rradha ime. Këto janë të vërteta. Po. Lubia i ka thënë që mos mendo se jam ai qyraveci i bashkisë, unë të marr me vete. Madje thonë se të njëjtën gjë i ka thënë dhe prokurori dhe këtij, se me shef me rroba grash, po unë vishem si burrat. Rikthehet tek gjyshi i saj serial killer. Ku ka qenë Beqiri, në fakt. Vishem si burra, tek instinkti. Të gjitha këto janë faktu, praktika ka treguar se këta kanë shkuar që të gjithë aty ku e meritojnë, dhe këti nuk kanë arritur, por këti do të jenë qytetar që do i bëjnë gjyqin. Do i bëjnë. Në këtë rast, të jemi sinqert, prokurori ja shqeu derën e Ramës. Ky është. Është ky. Unë po them lubi këtu, po në të vërtetë është Rama. U takon qytetarëve tani. Të jemi realistë se këto janë gjëra që kur nuk mund të ndodhin veçse me diktimin e Ramës, ndryshe asnjëri mund t'i bënte. Nuk kam atë thotë se unë s'kontrolloj këtë, s'kontrolloj atë. Kjo është vetëm këtu. Ku është? Ja më kush. Ashtu mbi 50 milion euro. Hajtuti. 120 milion euro, 130 milion euro djegësi i Tiranës. A e morët vesh ju që dje shpallën falimentimin e strategjisë së djegësave. Pasi i shpenzuar qytetarëve shqiptar 400 milion euro me dherat, me llamarinat e Firit dhe të Elbasanit, dhe për to s'ka njëri të dënuar për korupcion, sepse është Edi Rama. Është Edi Rama. Por në qoftë se Erion Veliaj nuk mund themi se ishte këmisha Edi Ramës, për Lubin pak është me thënë këmisha. Këmisha dhe më shumë se këmisha e ti. Kështu që tek Lubia s'ka ku shkon. Është vetë Edi Rama. Zoti Berisha, pas vendimit të gjykatës kushtetuese që lë në fuqi si kryebashkiak të Tiranës zotin Erion Veliaj, ka pasur një reagim sot nga ana e kryeministrit Edi Rama, i cili thotë se tashmë u vërtetua se gjykata kushtetuese nuk është e kapur prej tij dhe kërkon që t'i hapet rruga edhe lirimit nga qelia të zotit Veliaj, pasi mbajtja në paraburgim i bën dëm qytetarëve të Tiranës. Keni një koment për këtë reagim? Faleminderit. Pavarësisht nga komentet e ndryshme që bëjnë, edhe që i kam dëgjuar, unë do të qëndrimin tim është ky, ata gjykatës që votuan